Mesazhi shumë i thjeshtë për çdo qytetar që nuk e gjen veten në Republikën tonë, që mendon që ky vend nuk bëhet, që mendon që të iki nga ky vend, që mendon që i kanë bërë padrejtësi te vendi punës që konkurroi, por nuk ja dhanë se hyri një mik i partisë apo i deputetit, që mendon që i kanë shkatruar apo vjedhur padrejtësisht pronën. Për ata banorët që i shkatruan shtëpitë në theth duke u hedhur dëm mundin e jetës. Për këta banorët e Tiranës që kishin marrë leje në bazën e Nenit 6 dhe kishin ndërtuar ato lokalet dhe që këta u aprishin vetëm për pompozitetin e propagandës së tyre. Për ata banorët e fshatit Kurdari, fshatit Fan apo fshatrave të ndryshëm të Shqipërisë që u vidhet ujë, po u merren lumenj pa i pyetur dhe pa u konsultuar me ta dhe po u jepet një pakice njerëzish që po pasurohen në kurricë të tyre. Për çdo që gjendet në padrejtësi në këtë vend, që nuk gjen të drejtën e tij dhe që mendon që është i pafuqishëm, duhet të dalë si individ për veten e vet dhe këtu në shesh gradualisht të mblidhen njerëz të ndryshëm, që nuk e njohin njëri tjetrin, por që i bashkon një emërues i përbashkët, përballja me keqeverisjen e Tiranës.